Por një debat që pata me një mikun tim, një art dashës shumë i madh, tha, se nuk ishte disident. Shikoj tash, nuk është puna të jetë disident apo jo, të futet në burg apo jo për të bërë i madh. Unë i bëra vetëm një pyetje, çfarë do ishte letërsia shqiptare pa Kadaren? Do ishte shumë bosh. Shumë e madhe. Sepse ai vuri një standard që ishte standard shumë i lartë për letërsinë botërore. Unë mi tru Shkuteli, sigurisht janë Naimi, Abdyli, këto Naimi, Vaso Pasha, gjitha janë gjigant, pa diskutim. Po këto janë majat e letërsisë shqiptare. Fishta është Bibël, kombëtar. Fishta është njësoj si që është komedia hynore, Dante Alighieri është fishta. Do të thënë ti e lexon dhe mrekullohesh në çdo varg ti. Po kështu laskush por adeci. Që lirike, bukur e fine e mëngjur, me art, me shije të këput. Nga njerë dhe erotik, pse jo, po është gjigant.